Pra kë kanë ndjekur shqiptarët? Sa minuta ose orë kanë kaluar? Shqiptarët? Po. Live nga televizionet. Nga televizionet. Pra jo videot e preja që postohen më vonë. Jo. Pra kë kanë ndjekur shqiptarët realisht në YouTube? Live, ndërkohë që ka qenë në transmetim live. Ndërkohë që ka qenë transmetim. Domethënë në momentin që mbaron live dhe ti e shikon pas live-it, ato nuk janë përfshirë këtu. Shkurt, kë kanë parë shqiptarët me datë 11, 12, 13 maj nga YouTube. Sakt, po. Në vendin e parë kemi Top Channel-in. Po. Tu. Pastaj kemi Syri TV në vendin e dytë. Po. E treti? News 24. Me Euronews-in pas asaj. Ma bëni gati tabelin dhe duan ekran. Klani. Edhe te 6-ta Ylli Rakipi. Te TPZ-ja. Po, TPZ-ja. Te këtë faqe që ka YouTube-in vetë, po. Që, po. E qartë. Këtu, normalisht, Ylli nuk besoj se ka bën maraton, por me atë që ka transmetuar, ka arritur audiencën. Ka fut atë, po patjetër, ka fut tek MCN-s, transmetimi tek faqja e YouTube-it, është normale. Po, sakt. Është MCN-ja aty. Po. Tani, me sa... Kam idenë që edhe si individe ka YouTube-in më të madh se sa vetë MCN-ja. Se kam parë, ndoshta. E di që e ka më të klikuar. Dhe çfarë nuk dim neve këtu normalisht është se me sa orë realitja e televizionit që janë ndjekur live nga YouTube-i me 11, 12, 13. Është Top Channel, Syri, News 24, Euronews-i, TV Klani dhe Ylli Rakipi. Pastaj vinë normalisht edhe televizionet e tjera. Duhet sqarojmë për publikun që në fakt sepse ka një habi për TV Klanin, pavarësisht kontestimeve që mund të kemi, është televizioni kombëtar, nuk ka qenë angazhuar për transmetime live gjatë fushatës. Domethënë ka qenë më shumë se sa neutral, sikur Zedu boshin Danimark. Kjo mund të jetë arsyeja që nuk është ndjekur, sepse shumë mund të habiten. Por nuk është angazhuar fare me ditën e zgjedhjeve. Edhe fokusi për publikun ka qenë tek zgjedhjet sepse po zhvilloheshin zgjedhjet në Shqipëri. Ndërkohë që për TV Klanin po zhvilloheshin zgjedhjet në Danimark. Pra jo se po themi është televizion që s'ka audiencë në këtë nivel, por nuk është marrë fare me zgjedhjet. Klani në